Unë jam jasë në autobus. Në autobus? Ka qenë kismeti zotit o deta, më pak klase. Atë punë vetëm punë teme. Se ka kujtua e se unë i kom hëmi i mosh ti. Ke dëshirë ti njohësh? Tia. Qofshit mirë aty ku janë. Qofshit mirë aty ku janë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni në kanalin tim, poshtë pikërisht tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kemi një 40 vjeçare, është një vajze 9 vjeçare, quhet Bujare Panajoti, e cila u dashurua 20 vjeç kur ishte me një 40 vjeçar i cili fatkeqësisht kishte 2 martesa të dështuara. Jeta e saj ishte e lumtur deri ato pak vite që bashkëtoi me të, më pas bashorti u largua nga kjo jetë dhe nisi një betejë fortë nga persona të cilët ishin pjesë e të ndjerit, familjes së ndjerit. Ajo kërkon sot të jetë këtu në live me Odetën, këtu në këtë dritaren time, është duke më pritur, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Bujare, përshëndetje. Përshëndetje një, mirë se erdhët. Mirë se të gjeta, si ke qenë ti? Amin. Vajza si është me shëndet? Mirë. Ne të dyja njihemi prej shumë vitesh bashkë, që në momenti kur ti ke ardhur në studion time, unë po marrë për karotën në Afnatliut. Se asnjë nuk i doli kunë, asnjë nuk i doli më shtetin e tjakët vetë, mo që voni zotin pro, o të ka matë qënë të ne ku ka qenë Gjulje e vogël. e vërtet, më ke telefonuar... Për karotë, një teme nuk një moni një, së me qenë onë në vend të ati. E vërtet, ti ke kërkuar ndihmë, ke kërkuar një karrocë për bashortin të ndjerë në ato kohë, pasi ishte i paralizuar dhe ne kemi bërë të pamundurën për të ndihmuar. E dashur Bujare, sa vite u bë që bashkëshorti ka vdekur? Po, në men Gjulje ka hyrë për 10, o non ka hyrë për 10. Sa vjeç ka qenë vajza kur vdiq bashorti? I vjetë i gjithë. Pra ai pas ka 9 vite. 9 vite. 8 vite i bie, nëse vajza është 9 vjeç. 8 vite si. 8 vite që ka ndruar jetë. Unë dua të pyes, si ka qenë jetesa jote në këto 8 vite e vetme pa bashkëshortin? Si ka qenë për mu për vajzën? Po. Për mu. Unë e jetën teme vetëm se më vërthullën për këtë shtëpi. Se unë dhe vetëm nuk më gjë. Kjo është shtëpia e të ndjerit që ta kanë ty. E kuptoj. Për Gjuljen, jetën time, fëmija, kjo fëmi, në jetën time, o pa fashme, guri nuk dilojnë për këtë, se së ka gjonë, ku nuk erdhen për tjarin e vetë, të teme nuk e ka një gjonë. Të i binën dhe në shumë. Që ta sjarojmë, e dashur Bujare të lutem, që ta sjarojmë dhe për publikun tim këtu në live me Odetën, se jo të gjithë e njohin historinë tuaj. Pas vdekjes së bashortit, ti je në konflikt me ish gruan e parë të ndjerit dhe fëmijët e tij të cilët kërkojnë pjesën e pasurisë në atë banesë. Po, për këtë kishin morë më përpara që ku janë da. Që ku unë ndahëm, për shemë me personin drutë të ngurë, e një kërkoja ditit që të ndahëm. Nuk e kërkoj, ku të gjenë bashorti, ose për kam mishon një mase, kanë qëllu ki i dopti, ku nuk ke kra. Me një mirë. Po, të nuk ke kra të skelmoj. Po, më të regot, çfarë ka ndodhur e dashur Bujare, pasi vdiq, i ndjeri si, ma kujto pak emrin e të ndjerit? Vasil Panajoti. Kur Vasili ndroi jetë, çfarë ndodhi mes teje dhe ish gruas së tij? Me farë kohë, unë për të kërkua deta në jetën tema më dhe margullota Alfredi, ti e njeh shumë mirë. Alfred Muharremi. Dhe margullota shpi, ka artu, në ka përgujt në jetën teme bilës e kam osterionin
më mi ka qu, ku mi kanë prej herë dritët, mi ka qu 2 herë na 200-400, o zote dëshmitar, kom la 2 herë, si punë atë, si mi tërgova te. Mirë nuk ka rasit vret zotit. Mua më vjen mirë e dashur bujare që ka pasur plot njerëz me zemër të madhe që të kanë ndihmuar. E 2 herë mi ka prunë, e 2 herë që kom la dritët, që në me i thoti vafe, unë dhe sa ti ngjaja deta, inshallah Gjulja më spas vujtjet të mija. Më s'ja punoshin, si ma punun mu. Por këtu ndalemi, çfarë të kanë punuar ty? Unë e jetën teme, që ku ma ka më zotë e me të liur, dhe jem qingu desa që kojnë dinjo tjetër. Qingu, vetëm më rritë te, si qingu dhe në kumë pysin kë gjukata, jetë qingu, a ke kësho, unë e jetën teme, po të ngrohi pjedhi i mjesit, nuk pritët i dartës. Bujare, sa vjeç je ti e dashur? Ona 20, në 22. 22 vjeç. Jemi të dyja bashkë moshatare. Edhe unë 22 vjeç. Mashallah, qofshin për mirë jetë mot. Edhe unë të uroj më të mirat. Kur ti je martuar me të ndjerin Vasilin... O jam më dume, unë në fillim, unë e fmet liun ka qenë shkrujt, në i mojë zotë, unë kam gjetë vetë, e në kam marrë qytë ditën e parë, kanë qenë në jetën të më nuk arrojt desat më mojë zotë i shtirnin, kanë qenë 50 lekshët dikur. Por sa vjeç ka qenë i ndjeri Vasili? E ka qenë më nëne se... Sa e ka qenë këtë 20 që unë qenë 20 vjeqë ku ka marrë të ngorë. Pra, i ka qenë 20, ti 20, kur jeni njohur të dy. Unë kam mjaft, a i dhe ikët, ajo më të vërtet, unë jam më rrën. A i dhe ikët mirë të pëmë rogën, të shumë pension, të më ka botë i fiksim. Dhe ikët mirë të rogën, a kupton? Në për të i binëm dhe i ku që kënë dinjon tjetër. A i dhe ikët mirë të rogën mjesë, a në kam qëllu në jetën tëme, mund në urban. Në jetën tëme... Së kam pyetur asnjëherë bujare, si e njohur me Vasilin? Në robi ku pyet. Unë jam jashtë në autobus. Në autobus? Në autobus pas shakte vini man. Dhe ku po udhëtoje, ku po shkoje? Unë kam dhe shkoje që kishe i problem të emën, ashtu kishe i kënjetët të mamës, e ka qenë kismeti, unë jam jashtë në autobus të vorës, ku ka qenë autobusët më para. Pra, ti po udhëtoje për në vorë edhe ai. Në Tirana nuk po di e kënim ku ishin autobusët, a në mësa jona i një X, ku njëfën, që ku da më shku në Tiranë. Ku janë autobusët, që hypit vorës ka, e në që djerë Tiranë. Po ti në atë ku, bujare? Ku ta që në ka qenë si koha e vronë, e zotit, pa lujt venit, unë kom pas një gjaki, e kujton me detaje. Në mes Tiranës, këzogu zi, atë të kina bo ma beti njëtës teme, mu në urbano detën. Në atë ku Vasili ishte ndarë nga gruaja e parë. A i ka qenë ndamën, a i ka qenë vetëm. Ka jetuar vetëm në kohën që u njohët ju të dy. Por ti e dashur bujare, ku jetoje në atë kohë? Unë jetoj të propë të mi. Tek nëna, te babaj. Jetoj të propë të mi këtë dajet. Por pse të dajet? Këtë ju ka qenë kismeti zotit o deta, më pak klaset. E në kjo ka pas nevoj, e nuk kam pas nevoj në primë bështetje, si janë bështet këti për karocër. E qartë, por duat të bëj një pyetje, pse ti jetohet e Daja dhe nuk jetohet e nëna dhe babaj? Ke pasur probleme? E në kënona të babaj, për i thoti lave, shati ka o deta më mlak puna më punu në bele. Ku të ngri e robi, ku ngri në ngrosti, shka. Por si e priti familja jote kur ti vendose të nisje bashkëtesë me Vasilin? Familja ime, o për zotin atë që e kam desh, njëtës temi kam desh për zot vetë, atë këtë që këtë mi që të mi.
Që ditën e parë, deta në jetën tëmë më tha mu, më ka thonë, o bujare, unë i dëftela drejtën, a i dëftel drejtën, tha. O bujare, e në tha, më ikim to, ikim to, ku më ka thonë, ikim shpitame, atë të më besu se unë robi drejtë. Po pse që ditën e parë të mori në shtëpi ty ai? Vëllaj, që ditën e parë unë ka marrë vetë, kam thonë po. Do thoi e ti vetë të njëzja, a ka shpime të banë, e në qëto. E në tha rrugës, e në thonë lokal, tha pin, a i pite kafe, unë nuk arë kafe, vetë kafe turke. Po mirë, edhe që të pisha po turke. Bujare, tani të lutem, por pse vendose me ka nxitim të zgjidhë një burr të martuar? Nuk më rritë ne, se do shqipy njëri nuk dhe më qëllotë mo. Por familja jote si e priti? Familjen tëme nuk i për të tërgujë. Po si? Për të morë për si për vetë. Po kur atë... Të ndali si të ndali, e në ku ka marë të anu në bujare sa kom nevoj, e në mi shmetë nuk kanë da për para, mu nuk më të rëfën qatë ku janë da ku si nda. Unë e jetën taj më kam gjetë kaq vitë zetë, e ka pas nevoj, e në ma lau deta, mirë. e në ma shpla. E qartë, por pavarësisht a ishte larguar nga kjo jetë, a ishte 40 vjeç që ishe gocare, ishe vetëm 20 vjeç. Nuk pytë sët mosha, mja njëri po të futi shpi, e në thash me qëti kuqi zoti, unë të binë më denë shumë, a i më majtë nejtë një herë, ka që ka bashketese, se ka kujtu e se unë i kam hëmi i mo shpi, unë të du ty së dhe, se po i ka nuk do të gjonë televizioni ujtë. A kuptove? Të kuptoj qartë. E dashur bujare, por në momenti që familja jote e mori vesh, si e pritën të ndjerin Vasilin? Si e pritën e? Atë punë vetë, punë teme. Nuk më ikë më zemë, nuk më ikë, jo, flisja ona, për mësa, më kanë thonë, këtë punit, pse marë më këllëman, unë i thash më këllëman, pa këllëman, aty që e shkut, këllëman jenë një, kjo deta i ka që këllëman jenë dryqi. Fëmijë nga martesa e parë e të ndjerit, u rritën nga nëna e tyre dhe rritën në Greqi. Por, ti ke kontakte sot me familjen tënde? Unë kam. Qësa ndroja me të liu, bashkë baba Gjulli si kam kanarë në to. I ka thonë, vete të vjetë gjina për të fëminca. Boni zme kapi sy Gjulljesë. Por pse, kur ti jetove me të ndjerin Vasili, nuk ishe kontakte me familjarët e tu? Pas vdekjes së ti i rilidhe? Më vdekjes së ti të erdhe. Por pse, ata nuk e pranuan këtë martesë dhe nuk të folën më me gojë? Për shliqë për dili për zot vetës tone. E qartë, e kuptojnë, nuk e kanë mirë pritur. E dashur bujare... Nuk e kanë di, dhe me ajtë majtë, sa të më majtë dhe përtisit. Unë i thash, që ti të shkrujtë sa shuna, e ne ka pas nevoj, e në unë dhe thoshti, a i ka qenë mëj vitë. Vallaj të më qënoj zemra, më dëfteo drejtën jetës vetë, tha, këtu kam 2 motra, tha, e në vlanë, e që boni këte firmën e në... Vallaj të në beta, unë për në jetën teme, apo nëse nuk ka rëmë, nuk jenë rëpëse. E qartë, e ke dashur, ke si një jetë vajzën me të ndjenë. Shumë. Për të sa lo kalamonin vetë të në shpit vetë, sa të ma mojë zoti emrin, nuk ka hajnë betë, në të ndinjo. Por familja e Vasilit si të priti, kunatat, kunetrit, kur ti mbrite nuk sa? Ish kunati, ndrojnë për shemë rrugë, pëse i kam thonë në. E në kushë kunatët të maja, tha, bujarën, ti dhije, ne nuk kina që t'i thonë. Pse, nuk të doni ty sinuse? Ne i thojnë e ne, po ti ku syni, nuk me do të zekla. Po ti ku syni, nuk me do të zekla. E qartë, e kuptoj fjallën e urtë popullore, por pse nuk të doni ty sinuse? Apo dyshoni dhe ata se ti... Nuk me doshin, o ti thoshina, e në ku ka qenë bashkër t'i gjatë. O vlaka, nuk gjeti një mot gjatë se gjetë të shkurta, në një të shoshot. Gjemë shakësi gjatë, si shkurta, një loj o njëri ju.
E dashur Bujare, si ka qenë bashkëjetesa në fillim me Vasilin, se pastaj më pas bë celebrime dhe ti u martove zyrtarisht me të. Në total sa vite jetuat bashk? Sa vite, 20 vite, na gjysma vitit kështu, bashkëjetesa. Po në total? Gjysë për gjysë. Po në total të martesës? Për para të martesës, ku bom celebrimin ne nuk na erdhëm ta punatët. E tha, morë dy shokë, morë Ahmet Liu dy shokë të vetë. Po? Eni i tha, këshu, të motre vetë nuk më gjoshin. Pse? Dhe thushti pse. Në me kuptat, unë i kom thonë, mu nuk më do të shia, e kom bë celebrimin e në mësëne, e në të në vorë. E kuptova. Më të dyja. Nuk kanë qenë prezent kunatat në kur ti ke bërë martesën, por ti ke jetuar goxha gjatë me Vasilin. Unë kam jetu goxha e nuk mikët, se më falë një mish, më falë pallate dikush, nuk mikët. Si këtu për rrisë Kalamonin vetëm, e këtu kom hyrë vetëm, e këtu të dalë vetëm. Tani, i bie 18 vite që të kesh jetuar me... 15 vite e di vorën më plomë, kom i këqyë, kom hyrë 20 vite që më të banesë, që më galonë. Dhe si ka qenë jetesa jote në këto 18 vite? Ke kuptime të buka se e ke dashur të njëri? Lafë, ku ishte gjeli, më mirë, ishte unë gjatë të zoni bashkërotit. Për fëmijë më shumë, për vetë, vetë për Gjulin kishe jetu në pak. Tu ku i në ty fol, tu i ka qenë dikë shtune. I ka rënë në sëmundja, trompoza që? Trompoz, në me ka janë behare, onë zetë, më kujtatë sa herë. Tu ka qenë publiferi, Gjulja ka qenë në dikë kërvate, ku ka vonë vetë, Ahmet Liu, dhe i të më punë atë ditë, ka qenë ditë shtune. Që pësoni... E në të bujare, tha, me Gjulien, sa shko ti ka rëptuj, unë për iki ka puna, më sërish vetëm. O deta, një jetë robi, po janë një, po bloku zemra femnët, për pat njeri ka i diqka. Ku nuk ndodhë ty për shema të mu, ku nuk ndodhë me i ma alon partneri vetëm, me i ka ropë të mi, ku në kropë të mi, ku nuk mikët e kam i diqka në zemën. E parandive që të ndodhë e diqka dhe të nëse mëstikjet e familja jote. Po? E në i thoi jo, iki djellën së shona, ku të keshti pushimin. E në kina vonë i antenë gjatë, se s'kishim antenë gjatë. Ma televizojnë në vogët. E në fatë në ndë me të gjithë së deta, me pëmtu të shkurtna, me kanatjerë, të vishim në kanatjerë bardha, burës, të vishim burët në postë. Qartë. Në ose shumë, Gjulin e la telefonin në vogën, dhe ta qërë në capat të gzim, a i shumë feti ka qenë këto, për balë dherë, e la telefonin në të, e la për të folin në të, për shikoshim televizat të vizim të të kjo guzhina, oj qika madhe, që gjëtësi, e në dhënë e ekses, po. Por, atit i ndërë... E në përshifim, e në i thoi ona, e në të shpëbaka, e në të shukë. Unë jetën teme nuk ka dhonë zote aqë provë, në ka ardhë gotë gjartë Ahmet Liu, që a ka afer, dhe, sa dalë përja thoi, i kam qirë. Gjulën për kësmi nuk kam pytë mo. Vajza ka qenë e vogël, Gjulja në atë ko. Ka pas, nuk ka arrojë, e ka po, e ka nëjtë më kanë, e ka nëjtë dorën e vetë, dhe me në si për fugësej që për të folin telefonin. Por ati tira paraliz dhe aji sa viti që ndroj paralizuar? I viti gjithë. Dhe më pas ndroj jetë?
Në prit do e dhili këto ka pas vetët ajo deta pas shavarin e jetës temë për hyn 1,5 milion. Lek, të portofoli, e qartë. Lek të veta. E ku ka ratë tërmeti, pas shallahu në jetën temë, nuk ja kam hon, po kam lap borxhet, që i mje e bedelina, i mje e kam hon në lek të tërmeti. Ai në jetën e vetë kishte frikë, në jetën e vetë, ani që ishe i smunëm, unë i thoja, nuk do të marrë firmën për shtëpi. Që ku mine lekët që më thënë bujarë do të firma fit, më dhënë jetën teme që më ka dhonë dorë vetëm gjishtët, më dhonë letrën. E qartë, e dashur bujare të kuptoj që ti e ke dashur atë si babajnë e fëmijës dhe ti e ke dashur për shtëpinë. Por të lutem, Indiri Vasili vdiq pasi u paralizua një të gjysa i ndrojet. Më së rrësha, a i di, a për të ditë të hëtëm pension. Por çfarë ndodhi? Ne ndalemi këtu, se këtu nisin problemet. Pasi i vdiq Vasili, ti e përcollën në banesën e fundit, nisën konfliktet për pronën, për shtëpinë. Ata e kanë bo deta, unë kam pas mund to, e në ishe vetëmi më Gjuljen, ta kanë bo tinës, më shpine. E dashur Panajote, kush kërkoi firmat e shtëpisë, do me thënë, që kërkonte të merrte banesën tënde? Po, kush kërkonte për banesën? Ish gruaja e dytë të bujaja, sa moj veshi usmu Ahmet Liu, të vazhdojnë punë të veta, më shpine. Pra, ish gruaja me fëmijët kërkoni që të merrni pjesën e tyre në banesë, sepse kur është ndërtuar ajo banesë, Indiri ka qenë i martuar me gruan e parë. Ku ka ndru kjo banesë kë bujaja, të Ahmet Liu ka shit shtëpinë në nonës vet. Po. Edhe ka bok tek. Ka bok tek që o Gjulja. E qartë, shtëpia ku banon ti? Po. Edhe më thëni, ka qu këllëmajtë dytë, këllëmajtë parë, i ka nda qytë vegjit, ish gruja dytë këllëmajtë të parë. Se Indiri ka pasur dy martesa. Më dritën, gruja pa oja më treta dhe treta zotit. E kuptova, ka pasur dy martesa, tani të lutem. Ka pasur dy martesa. E dashur bujare, nga martesa e parë, sa fëmijë ka pasur Vasili? Në martesa parë ka 2 goca. Ka një çuni gocë, më fal. Një çuni gocë. Po nga martesa e dytë, sa ka? Nga martesa e dytë ka 4. 4, sepse me njërin djalë nga martesa e dytë, unë kam pasur një komunikime, mbaj mend. Pra ka pasur 6 fëmijë. Konflikte onë gruën e dytë kë bujaja. Tani ti konfliktin, që ta kuptoj qartë, konfliktin e ke pasur me gruan e parë apo me gruan e dytë? Unë më konflikun e parë, unë nuk kam asi konflikt asi një. Me i shmetën asi gjohë. Por, flasë për banesën. Me gruan e parë jo. Me gruan e parë jo, me të dytën? Ja. Asë më këllamajt të ati, ja. Por me kë e ke konfliktin sot për banesën? Unë për sot, sa muaj vesin ndroj jetë, sa muaj, unë kam konfliktin në këtë qikoti, në drejtën teme, dëshkoj kjo që ti që o thu, dëshkoj ki Zotit. Se do të vërcule në të dëshkoj ki Zotit. Se letët të Ahmet Liu o nemrit ati. Po, unë nuk mu të ndrejti dhe më qërë ti, si më vra. Shnet mo. Në me këtë bujarja, unë kam me ishtë gru në dytë. Konfliktin e ke me ish gruan e dytë. Ajo pretendon të marri shtëpinë. Ajo përpërndon, po t'ishin zëtë të bujarë, po ka qenë atë bashkë, pa njofun, pa hënë. Po? Po t'ishe qenë aqë mija, aqë fremitet, janë da, po, kisa të këllëmajt, po. Që ku nda muna, i kërkoj teme, nuk i kërkoj. Gjetët, për shemë, miku bashkërti mund drutën ku diket bashkëta me tjetërin, e në dven t'i marë pjesën ati, ke pasisht, jo.
Por e qartë e kuptoj, ti po thuaj që ajo pasurin ta merrte që në momentin që u nda dhe jo tani pas kaq shumë vitesh kur ai vdiq. Po, që për këtë 100%, po t'ishte i thojmë neve gjeli, ko unë vetë nuk kanë si të sëllmoj tjera. E dashur, bujare, Indjeri Vasili ka 6 fëmijë nga 2 martesat e para, një vajzë ka me ty 7 dhe të 7 këta fëmijë kanë pjesë tek ajo shtëpi ligjërisht. Shike bujare, me ligjë, shisa oshtu e. Mirë, e qartë, unë e kuptoj që aty pak metra katror janë. Një në bakë që janë. Bujare, unë të kuptoj që aty pak metra katror janë, që do të më tregosh shtëpinë. E tash bujare, e qartë e kuptova, se më tregove me kamër shtëpinë për të më treguar që pak metra katror janë dhe kush mund t'i marrë ato pak metra katror, por ligji kështu është. Tani, dua të pyes, me bashkëshorten e dytë të Ndjerit, ti ke folur vetë personalisht? Me kë? Me ish bashkëshorten e dytë, me atë që ke konfliktin. Unë nuk kam fol asë një, nuk du të shatë. Të thushti pse bujare, po të kishin arë, që në fillim, pamë që në dy, të kishin bo si motre e vlezën. U bo që u bo, a erdhët, për athmet ju, për babën e ju, se në dion tjetër japin gjënazët të veta. Pra, po të vishin, po të vishin, si motre e vlezën, kina bo që kina bo gjëno. A i na pranon ti, unë ja pranoj, për nuk ja pranon a i ti lakë se bujarje. Por duat të pyes. Që shkëna për ata, jo për mu, jo për Gjulje. Duat të pyes, Gjulja, ka kontakte me vlezri dhe motrat, ata janë të rritur? Ata janë të rritur, janë më kalemaje në të vetët, më kontakt, kam lonë telefonin vetëm me Bledin, me qunin i Smetës, e në Martën. Me grus para. Por pse me fëmijët me gruan e dytë nuk ka kontakte? Grus dytë që ata të pasilmojnë për shpi, dhe kënë kontakt. E kuptove. E kanë kërkuar motrën e tyre ata? Si hire, ata ku nuk e kërkun babën e vetë më dhete të kërkojnë te. Që kënë te lakën kopërshë, unë ku nuk jate për babën dhe më nuk më drejtë, shkojtë dhe në këllëmajtë tjetëri. Por vajza juaj... Që kënë moni të një se ma qisin, ati kërkon shqiplenë, se ma qisin kënë se ma fori. Por vajza juaj, Gjulja, i ka kërkuar vlezri dhe motrat? Ku ka fol Gjulja ma artën me Bledin, ja ka thonë artën puno, o Bledin puno. Nuk është të e rëqunë më zonë. E dashur bujare, përpara se të bëj dhe pyetjen e fundit, dua të them... Ja, më bëj pyetjen e fundit, a më mirë ku të shlërë. Do të qëndrosh gjatë në këtë live? Nuk ka problem, njëri që allë që zbatë. Si ta më shku majtë malit mund shkujnë, ati nuk e ku së rrët. Por pse ka... Ku jeni mi përson këshu, duke të i punë ati me i birë, pije në shlash. Ka shumë ngarkuarie, ka që mërzitur. Aj shumë në jetën teme, që i thoni lafe, më zvishin për babën e vetë, për i vjetë për plomëna, mu për nuk merë dhe një Gjulje drutë ngurë më spas fatin të, i thoti lafe, i shalë jo, thoti më së vosë në bro, atë që bajtë, atë që vujtë orë ma ganë, më së vosë të mija, më së kërkosë të mija karotë për mu njëtë të teme, vetëm një që taksa, mërë ditës, për 2 ditë. E da të bujare, nëse gruaja ish gruaja e dytë, e të Ndjerit, do të ndishte, qëfar do i thoshe ti sot? Unë asë i shenë kë bujarja. Unë asë i shenë, kësi puni këllama e o ndanë në vitë, unë putë ndanë, më deta, ose pazonë më motrën teme për jetë, unë nuk i shkenë më këtë deta të pështë, edhe nuk e lëpi. Më dëgjo pak, bujare, ajo në vdekjen e të Ndjerit Vasilit nuk ishte punë, se ishte ish burri, zdo vita ajo për tek ish burri, fëmijët po, së është baba i tyre. Mima, po këllamaj kë bujarja, këllamaj. Fëmijët nuk kanë ardhur në vdekjen e babait. Ja. E thonë vesh, unë bëtëson, pasha Allah, pasha dritën e varë, i milion e 200.000 ka pas dritë të veta. Por nuk dëshiroj... Mos lekë vët veta,
Unë kam marrë këti që kam ashtu karu, e në më thot doktoresha, më zoni emër njëtën teme, ku e në doktoret jenë Tiran, kush di bësh shërbimin, e në këtë doktoresha Vorës, të utërhoj që të bujara sa ne vla kina, e ke mos ti për bush di dalë shti. Po, thashë, di dalë. Gjithë deta ku i soti lagë, ku të rështet kama, të lërgohën gjirë. Mu 100 veta venë me të pa, në fund një dhe të vi me të qajë. Nuk të kanë ndihmuar askush momentet kur u sëmuri ndjenjë, ja, kuptoj. Po pëzotin o deta, që këm në me këtë qoni, shkoj në të njësht, kam hyrë borç, vetë për bukën e Gjulit. Si është jetesa jote sot me vajzën? Jetesa ime vetëm si më vranë për këtë shati, një jetë të rregulloje se Behari i ka shpejt, 15 ditë o Behari. Jo, flas për të ardhurat, ti punon, me çfarë siguroni të ardhurat? Për të ardhurat. Dhe thushti, një basti të fash që do vetë amor për shemë të keshte edicionin, dhe vetë ma një mujtë ati ku s'kam dhe preqti, e në dhe thushti e qitë të gëmojt kashte. Me borgjë, e kuptova. Bujare, kush është mesazhi që do përcjellje sot këtu në live me Odetën? Mesazhi, kishe një pyetje, kishe një diçka më dëftypë dhe piqët. Shkova më kanë hek në atë asistencën të Zvorët, bashkisë Zvorët. Ndihmën ekonomike, pse? Ndihmë ekonomike, unë dikur, kam qenë, ka u e limuci në punë. Kështia zotërive. Se kur fillon puni që ndihma ekonomike, është e qartë, po tani që je pa punë? Pari vite e ka mëru. Më kanë hek, pësëpish punë me ja kam kërku me dokumente shife. Shtë histori e dhimë shumë. Edhe jam tonë, që ja kam morë në vjetë. E pash dokumentin. Por do ma dërgosh nga lexoj të qartë, se nuk të ndot të lexoj. Kjo dytë, unë i kam thonë, dhe në fund, ditë datë, që theshë. Bujare, sepse nuk kemi shumë kohë, dhe disa minuta dua t'ja rezervoj edhe Gjuli të flasë me vajzën. E kuptoj, të shequr ndihma ekonomike, jeton në kushte të vështira, herë ke punë, herë s'ke punë. Në Gjuli, në më vështu puni, i kam kërku punë, këtu që të qie në vorë, që unë jetën teme. Nuk kam besim, nuk u dojgjë me shpi, nuk kam besim alon gotën Gjulien sa mi ven. Do të ushti Gjulien ma frën, ma mësën budalliqet tepër. Kush i mëson budalliqet tepër ta? Për shemë ma qu ka halët për shemë të kamatre ime, Zdo njeri thot, kam halët e mija në përne i kam kërku të drejtëve. E dashur, Bujare, më jo të bëj një thirrje unë për të gjithë bizneset në zonën e Vorës, kushdo që është duke na ndjekur, që mund ketë një vend pune për ty, ku ti të punosh dhe të kesh një rrogë mujore, të ushqesh vajzën tënde sepse ke ngelur e vetme që pas humbjes së bashkëshortit. Ai kam kërkuar në krataj bashkishi këmet aty, Bujare, si punë edhe ka plët, jo thashun. Nuk ka mund dora kanë tjera. Bujare, kush është mesazhi që do i përcjellje kryetarit të Bashkisë së Vorës? Vetëm për çito letër që ja hoqën sa që lipën për 82.000 lekë që ja kanë vënë firma se nuk merr më deri sa të vazhdoj ish shkolla fëmijëve deri më shkollës i bin atë vetëm për punë. Ato në anë të kryetarit të Bashkisë për të gjetur një vend pune ose të japi pikërisht ndihmën ekonomike. Bujare, ne do mbetemi së bashku në kontakt. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme ky live të shërbej dhe njerëz të cilët janë prekur mund të ndihmojnë, je një nën në kushte të vështira, unë të përqafoj dhe të pudh nga Tirana dhe do ta vazhdoj këtë live në pak minuta që kanë lidhje me ju. Kështu që do mbetemi në kontakt të përshëndes. Mos qaj. Ditën e mirë. Është e dhimbshme historia e Bujare Panajotit, një nën e vetme që i ka vdekur bashkëshorti, që po lufton fort për të rritur vajzën e saj 8 vjeçare e vetme dhe mbi të gjitha edhe Bashkia e Vorës i ka hequr ndihmën ekonomike. Gjuli zemër, përshëndetje. Si je ti? Çfarë klase ke shkuar, Gjuli? Në të 4-ën mëson në shkollë?
Po, Qa nota shmerë? 10. Bravo! Kush është lënda që të pëlqen më shumë? Si? Kush është lënda, libri që të pëlqen më shumë? Gjuha. Gjuha shqipe. Çfarë ke qef të bësh ti kur të rritesh? Çfarë do bësh? Mësuese. Mësuese. Bravo, më pëlqen. Xhuli, ti ke motra dhe vëllezër? E di këtë gjë që ke motra dhe vëllezër? Sa motra dhe vëllezër ke? E di sa motra dhe vëllezër ke? 6. Me sa flet për tyre? Petit. Por pse me 4 të tjerët nuk flet? Se jo. Nuk i nje fare? Ke dëshirë ti njohësh? Jo. Por pse nuk e dëshirë ti njohësh? Më pëlqen edhe jo. Ti nuk i nje, nuk i ke takuar asnjëherë në jetën tënde? Jo. Po me motrën dhe vllajin, me 2 prej tyre që ke kontakte, si është raporti jot? Flet në telefon? Po, flas. Takohesh me ta? Varet. Ata Nuk janë takohen shpesh, po varet. ata janë rritur, janë të rritur shumë. E di. Se kam takuar sa herë. I ke takuar disa herë dhe më bëhet qefi. Do dohet të përcjellje ditën e sotme ndonjë mesazh? Po vjen që më ndërë. Mesazh për motra dhe vëllezër që nuk i takon? Qofshin mirë aty ku janë. Qofshin mirë aty ku janë. Zemër, unë e di që gjendja ekonomike nuk është fort e mirë aty në shtëpinë tuaj. Mami përpiqet të sigurojë gjërat për ty që ti mos të mungoj asgjë, por dhe pse shumë gjëra të mungojnë dhe kjo gjë ndodh tek shumë fëmijë, shumë nëna dhe prindër nuk munden dot të sigurojnë fëmijëve gjithçka që ata dëshirojnë. Ke ndonjë dëshirë që mund ta shprehësh ditën e sotme që mami s'ta ka realizuar dot për shkak se s'mundet? Ka që i kam dëshiru shumë, po A mund t'i dëgjoj teta Odeta ato dëshirat e tua? sa? Se të rizë. Mund të mi thua. E pa ke një laptop se... Të kesh një laptop. E dyta? E dyta, kem telefon, po ta përdor dhe qaste që javë e lirë, jo që nuk javë e lirë. Kjo e dyta edhe në qofë se nuk e ke kur të rritesh pak. Por që më vjen mirë që thuaj në orare të caktuara ta përdor telefon. Dhe taktuar, po, ata të përdor. Po? Qa tjere sa unë... Televizor më të madhë. Televizor më të madh. Unë uroj dhe shpresoj që të realizohen këto dëshira, që shprehve ditën e sotme këtu në live me teta Odetën. Unë të puth fort nga Tirana. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Unë do gjej një mundësi që të vi aty dhe të takoj nga afër. Mësosh shumë dhe të realizosh ëndrrën tënde dhe të përqafoj dhe do mbetemi në kontakt si me ty dhe me mamin tënd. Kështu që Xhulia të përshëndes zemër. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e dritares time këtu në YouTube, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite, tashmë live ora 10, jam me këto histori njerëzore, histori fatkeqësisht të vërteta shqiptare. Faleminderit dhe ju që më ndiqni dhe më mbështesni. Takohemi nesër, mirupafshim.